sot jesh përgjigj pra përfaqësuesja jonë, ftesës se zotit Dehari, time kadria në kryetare e aleancës ka qenë. Deri tani ju kemë përgjigj çdo ftesë kësaj natyre, besoj antarmen tim jana përfaqëson neve, është në rregull që të konsultohemi. Mja keq që s'po ka mirëkuptim edhe nga VV, që mu gjetë një mënyrë me kalu prej kësaj situate, pra ne jemi të interesuar që të zgjidhet kryetari i kuvendit, nënkryetari të konstituohet kuvendi. Tani betejë politike nuk është zhvilluar asnjëherë për kryetarin e kuvendit edhe konstituimin e kuvendit, që dini betejë fillon me konstituimin e kuvendit për qeverinë. Qëndrimet tona sa i përket qeverinë që i dini, jemi për qeverinë e opozitës, sa i përket konstituimit kuvendit jemi të interesuar, pra përsëris edhe një herë, ashtu si kemi qenë të interesuar që të kalohet edhe ajo blokada me votën për prezencën, ose raportin për prezencën, jemi të interesuar të kalohet edhe kjo. Nëse vetëvendosjes zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim matutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. Në princip ajo ka qenë logjika, zonja Axheu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos më ndalë te kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon. Kjo ideja me kurzu votën se nëse s'na votoni ju çojmë zgjedhje, edhe për me shku zgjedhje duhet dakordimi i opozicës.